Një dis ndaj vetvetes që na rikthen në kohë me projektin e famshëm 8 Mile të Eminem, reperit legjendar amerikan. Kjo është një nga këngët e fundit me videoklip e realizuar nga rap artisti nga Ferizaj Gramozaliu, i njohur me Novkë Muzik. I titulluar Dis ishte dis ndaj vetvetes. Ai aty përmendi tema të nxehta nga jeta e tij private, përfshi raportin me ish-gruan Loredana Zefin, pastaj të kaluarën në drejtimin e menaxherit Met Elshani, simpatin që ka për ish-kryetaren e PDK-s Kadri Veseli, e deri te kryeministri i tanishëm Albin Kurti. Këto pjesë nga jeta i përshkroi me fjalor vulgar, i cili sipas Muzik i u drejtua atij ndër vite nëpër komente. Në total, Muzik publikoi 5 këngë me videoklipe. Fansa duke analizuar rreshtat thanë se ato ishin disa ndaj konkurrencës, konkretisht raperëve Noizi e Buta. Sido që t'jetë, një muzik që nuk i kemi parë më tiko u shfaq këto ditë. Shumë më i drejt për drejt, por a do të ketë kundërpërgjigje nga raperët e tjerë?